Jam shumë kurioz pse prokurorët që u ngutën me një vrap mbreslënës të drejtohen kuvendit për masa ekstreme në ditët e fundit, nuk e mbajtën parasysh që si fillim jemi në një çështje ballë për ballë në gjykatën kushtetuese më 22 janar, ku gjykata më e lartë e vendit do të gjykojë në themel çështjen e masës së pezullimit antidemokratik të një anëtari qeverie me kërkesë prokuroria. Dhe ngre këtë pyetje sepse në çdo vend ku drejtësia nuk vrapon po gjykon, ajo do priste fundin e gjykimit për një masë para se të kërkonte një masë tjetër. Sepse shteti i drejtës nuk është shesh as për kashillëk mes pushtetet të pavarura, as për përsheshin e një pushteti në territorin kushtetues të një pushteti tjetër. Sot nuk e kam përgjigjen, por do vazhdoj të lexoj, do vazhdoj të mësoj dhe do vazhdoj të bëj të gjitha përpjekjet e mia që të kuptoj sa më mirë nga analiza e thelluar e simptomave të brutalitetit në ushtrimin e pushtetit gjyqësor. Dhe me siguri do ta kem në kohën e duhur edhe përgjigjen time për sa më lart. Por në ndërkohë, sikur është bërë qartë edhe në Komisionin e Mandateve në Kuvend, nuk ka asnjë gjas që ne, shumica qeverisëse dhe parlamentare e këtij vendi, ta shqyrtojmë kërkesën e ngutur të prokurorëve për të autorizuar masa të reja ekstreme, të cilat edhe në dritën e raportit të ekspertëve të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e raportit të Komisionit të Torturave të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e shumë shkaje tjetër, janë vërtet për të marrë dhe për të gjykuar me shumë qetësi. Por jo pa mbaruar një herë me themel procesi që kemi hapur në gjykatën kushtetuese për masën ekstreme, për masën antidemokratike, për masën antikushtetuese të pezullimit nga prokurorët që sikur s'kishte ndodhur dhe s'ka ndodhur asgjë, erdhën me vrap të kërkojnë masa të tjera. Drejtësia nuk vrapon, drejtësia gjykon. Udhëtimi drejt Hagës dhe takimi me Hashimin, komandantin e luftës çlirimtare, udhëheqësin e Kosovës lirë, vllaun tim më të ambjeshve, ishte një moment shënjues i javës që shkoi. Ai u rrëmbye pa gjyq, u rrëmbye pa akuzë, nga zyra e Presidentit të Republikës ku e kishte çuar populli i Kosovës, me vullnetin e vet të lirë. U rrëmbye për një farsë të nisur për trafik organesh, nga kukullat ruse të Dumës së Putinit në Asamblenë e Përgjithshme Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg. Dhe për të vazhduar me lloj-lloj absurditetesh dhe dëshmitarësh qesharak të akuzës ndërkombëtare në Hagë. E gjeta komandantin në formë të qetë dhe të buzëqeshur si çdo i pafajshëm me karakter të hekurt si i tij. Nuk di, realisht nuk kam fjalë për të thënë më shumë për këtë padrejtësi ulëritse në zemër të Europës demokratike, me bekimin e shteteve të Europës dhe Shtetet Bashkuara dhe me fondet e taksapaguesve europian e amerikan, bazuar në besimin e atyre që e votuan këtë gjykat duke ja lënë në dorë drejtësisë ndërkombëtare të bëj drejtësi dhe sot gjenden në këtë situatë ku në fakt padrejtësia nuk po u bë thjesht disa udhëheqësve të popullit të Kosovës në luftën për liri, po i bëhet vet atij populli europian që çliroi vetveten nga një regjim nacional socialist. Por që fal ushtrisë shqiptare të Kosovës, fal Hashim Thachit, fal Kadri Veselit, fal Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe të tjerëve, çliroi edhe Europën nga një njoll e zezë apartheidi mu në kërthizën e saj për dekada e dekada turpi me radhë. Zoti qoftë me të burgosurit pa gjyq të Kosovës në Hagë,
që prej më shumë se 5 vjetësh tani më janë pengje një padrejtësie. Një padrejtësie në Europën e lirisë, demokracisë dhe shtetit ligjor. Dhe le të lutemi që viti i ri të sjellë dhe fundin e këtij turpi në kurrizë të luftës, të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, të Republikës së Kosovës, përveçse të disa individëve të pafajshëm. Samiti i Bashkimit Evropian e Ballkanit Perëndimor u zhvillua në Bruksel. Një tjetër pikë takimi e Shqipërisë me Europën në nivelin më të lartë, ku u bë bilanci i progresit tonë si rajon drejt BE-s dhe ku Shqipëria u gjend në kushtet më të mira në syt e Europës, si rezultat i punës madhe dhe i arritjeve pozitive këtu në shtëpinë tonë. Theksova se hapja e të gjithë kapitujve të negociatave për ne përbën një inkurim shumë të madh, por përsërita domosdoshmërinë që Komisioni Evropian dhe patjetër edhe të gjithë udhëheqësit e shteteve anëtare të pranishëm në Këshillin Evropian të respektojnë marrëveshjen për përfundimin e negociatave brenda 2027-s. Duke nënvizuar se anëtarësimi i Shqipërisë edhe i vendet të tjera të Ballkanit duhet përshpejtohet politikisht. Kam nënvizuar po ashtu se Shqipëria pa diskutim do t'i vazhdoj reformën modernizuese dhe do t'i vazhdoj pa u lëkundur përpjekjet në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, jo për Brukselin, por për interesin ton strategjik kombëtar. Siç e kam përmendur disa ditë më parë, kemi nisur analizën e thelluar të shenjave shqetësuese të brutalitetit në ushtrimin e pushtetit gjyqësor. Pas 2 kulminacioneve shumë të forta, pezullimi antidemokratik i një antari qeverie nga një prokuror dhe një gjykatës me një vendim të shkallës parë dhe tentativa e magjistratëve, gjykatës e prokuror bashk të Shqipërisë për të rritur vetë pagat e tyre duke shqyer arkën e shtetit, vetë Ali dhe vetë Kadi. Dhe mes tjerash këto ditë kam rilexuar një raport të parë disa kohësh, shkruar nga ekspertë të Këshillit të Evropës, mbi përdorimin brutal dhe masiv të paraburgimit në Shqipëri. Një rekord negativ absolut i drejtësisë shqiptare, që e ka vendosur Shqipërinë në pozicionin më të keq në Europë, po jo thjesht në fund, por me dallim të frikshëm nga rajoni dhe nga pjesa tjetër e Europës po se po. Më lini të ndaj me ju disa pika kyçe të këtij raporti. Spari, përdorim i tepruar dhe kozgjatje e pajustifikuar e paraburgimit. Shqipëria mban një nivel jashtëzakonisht të lartë të personave në paraburgim, me shifra që janë dukshëm shumë larg praktikave të vendeve të Bashkimit Evropian. Gjykatat e zgjasin rëndom masën e paraburgimit pa asnjë arsyetim të individualizuar dhe pa treguar se vazhdimi i kësaj mase mbetet në mënyrë strikte i domosdoshëm dhe proporcional. Së dyti, cilësia e arsyetimit gjyqësor dhe kontrollit lë shumë për të dëshiruar. Vendimet për paraburgim shpesh bazohen në nocione të paqarta ligjore, në thonjza arsye të rëndësishme, në thonjza rrezik i veçantë, dhe gjykatat kanë tendencën të përdorin formula standarde pa bërë asnjë vlerësim të mirëfillt të çështjes. Raporti thekson kulturën e mangët të arsyetimit të thelluar. Së treti, mungesë dhe zbatimi paqëndrueshëm i masave alternative ndaj paraburgimit. Gjykatësit kanë tendencën ta trajtojnë paraburgimin si opsionin e parë, atë të shumë dëshiruarin, dhe jo si mjetin e fundit, duke i shpërfillur rëndom
masat e tjera dhe shtoi duke I mbushur burgjet me më shumë persona të padënuar se sa të dënuar, çka e bën Shqipërinë një vend krejtësisht origjinal në brutalitetin e vet. Së katërti, mos garantimi I të drejtës së mbrojtjes. Korniza aktuale ende nuk garanton plotësisht aksesin efektiv të avokatit qysh në fazat më të hershme të procedimit. Disponimi materialeve të çështjes mund vonohet dhe mungon regjistrimi sistematik audio-video I marrjes në pyetje. Gjithë këto para, gjithë këto fonde të dhëna në mbështetje të reformës në drejtësi dhe të institucionit të drejtësisë, dhe sot e gjithë ditën merren në pyetje njerëzit pa video, pa audio. Pikpyetje shumë e madhe kjo. Dhe kjo, thot raporti, e dobëson aftësinë e mbrojtjes për të sfiduar lishmërinë e paraburgimit dhe përmbajtjen e akuzës. Dhe së fundi, nga pikat që unë kam zjerë, raporti është rrënqethës, po të kesh parasysh dhe që është shkruar me gjuhën shumë diplomatike të Këshillit të Evropës. Dimensioni strukturor dhe kulturor, edhe pse korniza ligjore shqiptare është në përputhje të përgjithshme, përgjithsisht, me standarde europiane në letër, vazhdojnë të jenë të pranishme prirjet për ta supozuar nevojën për paraburgim në vend të supozimit në favor të lirisë. Dhe mungon praktika e zbatimit të masave proporcionale dhe të arsyetuar në mënyrë individuale. Kërkohet një ndryshim strategjik, përfshirë përcaktime më të qarta ligjore, kontroll më I fortë nga gjykatat e apelit dhe një sistem funksional I masave alternative. Kalojmë tek shënimi tjetër, do kemi shumë kohë përpara për të folur për të gjitha këto. Një tjetër zhvillim I ndodhur këtë javë ka qenë edhe betimin në Kuvendin e Shqipërisë I zotit Endri Shabani si avokat I ri I popullit. Ku opozita ju rikthye vesit që del me shpirtin, rivurin punë muskulaturën e krah këmbëve, rindezi pishtarët e ecjes qorazi në përpyll dhe rifilloi avazin e kërcënimeve për llogari të një dordoleci thuajse 100 vjeçar. Pra, e mbështetën Endri Shabanin, I dhanë firmat e kërkuara nga ligji, e sollën në buqetën e tyre të kandidatëve, ku për hir të vërtetës, ky zotria ishte I vetmi me një sy me sa qorrave të ububushëm. Dhe sapo pan që ne, që tham që është në kryet herës, nuk do të mbështesim asnjë kandidaturë, po do presim që të mbështesim një nga kandidaturat që do na sjell opozita, do të mbështesim zotin Shabani, u hodhën përpjehet sikur po bënim avokat të popullit ndonjë kandidatin ton. Qesharak deri në fund, domethënë, po përveç se qesharak, edhe të lodhur deri në fund nga mendja, që nuk u nxjerr dhe nuk u nxjerr mësimin se me pahir dhe me budallëk, mua dhe kësaj shumice popullore që quhet Partia Socialiste e Shqipërisë, jo ata, po askush në këtë vend nuk na imponon dot asgjë. Pahiri dhe budallëku janë një gjuhë që ne nuk e kuptojmë. Endri Shabani ka thënë shumë gjëra kundër nesh, kundër me personalisht sa duash, por ne zgjohem si kandidat të opozitës, duke respektuar parimin e ndjekur edhe më parë. Pavarësisht se këtë herë I kishim edhe mbi 84 vote nevojshme, dhe po të ishim ata që nuk jemi, por që ata thonë se ne jemi, ne mu zgjidhim këtë donim. Por nuk e bëm. Kurse ata që u bën pishman, mend për herë tjetër.